Zonja Albolena Axhiu është ushtruese detyrës për 6 muaj dhe pastaj, si më thonë, është situata shumë e qartë. Në anën tjetër, pas vendimit, pas gjykimit Kjo puna 6 muaj është pak problematike, se 6 muaj do të pas mandat plot. Në momentin kur shpërndahet kuvendi është problem. Pas dekretit, pas gjykimit gjykatës kushtetuese, edhe skenari për shkumje në zgjedhje në rast të dështimit të kuvendit Kosovës për mi dhënë president Kosovës, atëherë, do të thonë situata është shumë e qartë. Pra nuk kemi një hapësinë të pambuluar juridikisht ose politikisht. Për këtë gjë mendoj që është mirë, sepse ka shumë pak paqartësi, mirë por çështja se ka dënë më shku kjo kost politike. A dënë më shku në zgjedhje, a dënë mi dhënë Kosovës një president. Mandej ne mund të flasim kush i ka fajet për secilin prej skenarëve, për cilët, si më thonë, do të realizohet. Në anën tjetër, sa i takon kryeministrit edhe kryetarit të kuvendit, për këtë gjë na pëlqeu, neve s'na pëlqeu, populli i Kosovës e ka vendosur kush ka mi pas. Pra ne mund të thonë që s'para pëlqen që ka edhe kryetarin e qeverisë dhe kryetarin e kuvendit, mirë po këtë e kemi na këtë, si më thonë, këtë përshtypje ose këtë mungesë dëshire kur populli i Kosovës me 51% ja ka dhënë këto. Në anën tjetër, sa i takon ushtruesës detyrës, unë thash qartë që kjo është, si më thonë, gjithë mëna krejt, si më thonë, kornizës juridike që ka vendi ju. Tash sa i takon pjesës së Vjosa Osmanit, ish presidentes Kosovës, ajo e ka thonë vetë që do të jetë aktive në politikë, ajo ka filluar ta bëjë një gjë të tillë. Për presidente, si presidente ne kemi pa punën e saj, se si do të kalibrohet ajo në garën politike, kjo metet mu pa, sa do të shkojnë në LDK, sa do të ketë një listë të vetën, kjo metet mu pa, mirë po për mua shija që ma lën riardhja e saj në garën politike nuk është as pak e mirë, sepse vjen pas një inati që s'arriti të bëjë presidente dhe konfliktin e saj kryesor do ta ketë me njeriu që se bani presidente. Në ndërkohë që kur kishte shpresë se ai njeriu do ta bënte presidente, nuk ishte të lashëm me ta. Pra është problem tash me ndërtu konflikt politik qeveritar, po thënë kuptimin që Kosovë konflikti. Do ta ketë problem, se piknisjen e ka shumë, se më thonë është në disavantazh. Sepse sa besoj që po e bën presidente, thëmë të që kjo është miku jam, kjo është njëri që i po qenë Kosovën përparen, dhe në momentin kur nuk i garantoj për president. Në momentin që su garantu të pak të nënshkrimet ose çado që më themi, mbështetja për të qenë presidente, ajo filloi nga dhe dalë me e quajt me gjuhën e vjetër të partive opozitare si njëri rrezikshëm, si njëri kundër Amerikës e tjerë. Pra piknisja e saj është problematike në kuptimin që në politikë të futur gjithkush. Pe parime në këtë vend të isët sonjë njësë për e notit. Ja, nuk më nejë që të gjithë njësë për e notit, historia e në politikë është shumë ma e bujshme, shumë ma e pasën se kaqë. Kategoria kryesore që e shpjegon politikën ndër shqiptarë është kategoria e notit. Principet të janë vetëm fjallë goje. Këtu, pe i notit edhe pe u rejtjes ngrihen karjera politike. U rejtja, i noti, personal, këtu është katalizatori që i determinon këtë proceset politike. Afrimet, ndamjet, koalicionet, zgjedhjet, këtë kështu. Do të thotë, Vjosa Osmani nuk është përjashtim. Unë kam një përpamje ndryshe për këto. Nuk është përjashtim. Që për Ibrahim Rrugovës në tashim thashë i Albin Kurti, mënyra që është janë fut në garën politike, është shumë më e pasur, shumë më e bujshme. Secili ka pas diçka që më thonë me ofruar tabak. Ajo është sa tjetër. Ja ka pas notë me njëri tjetër, kjo është më abet tjetër. Por notin këtë vend është kategoria kryesore që shpjegon sjelljet e politikanëve. Kryesore. Jo domosdoshmërisht gjithërë. Nëse nuk ja ki diku i nati, edhe nëse nuk ta ka dikush i nati, politik e ki probleme po diçka. Këtu gjëja e fundit për cilin njerëzit shqetësohen janë principet, parimet, vlerat, konceptet e kështu me radhë. Ato janë vetëm dekor kështu për me mbulu që atë nivelin e ulët me të cilin politika këtë vend zhvillohet. Ku janë i natët, urrejtjet, animozitetet personale, brana partive, mes partive, e kështu më radhë. Për që ata dhe këtu nuk ka, duke qenë se i nati është kategoria kryesore, politika në Kosovë është një sport i mërzitshëm, një sport i cili nuk prodhon kur gjon, as zgjidhje problemeve, as përmirësim të kualitetit të qeverisjes, as kur gjon. Pikërisht pse i nati është everything. Blerën, po më duket të te kalu pak i natë, se përpara Albin Kurti as nuk i ftoj, as nuk i takoj, tash po i takon sot ke takimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës. A jep shpresë që ky takim dhe rinisja këtyre takimeve që për në me janë të kërku për me zgjidhë çështën e presidentit? Për me pas sukses negociatat mes partive, mes liderëve, duhet që fillimisht këta me u pajtu
rreth disa gjëra. Çfarë po kërkojmë na nga këto negociata? Këto negociata, po shqyrim negociata, se termi negociata është termi Tiranë për këtë nivel të politikës, këtë situata është në një farë ngërçi për shkak se palët shkojnë me pikpamje të ndryshme rreth asaj se si duhet të zhvillohen këto procese. Shikoni, durimi e përmendi një dimension që është parimisht dhe formalisht presidenti i Kosovës sipas kushtetutës duhet të jetë konsensuale, duhet të jetë mbi palët, formalisht ashtu është vërtet në aspektin formal kushtetutës. Po në substancë, në realitet, gjërat këtë vend janë zhvilluar ndryshe. Prej vitit 2001, kur kemi marrë në zgjedhjet e para parlamentare në Kosovë, presidenti apo zgjedhja e presidentit gjithmonë ka qenë pjesë e pakos së marrëveshjes me të cilën është formuar qeveria. E pse tash po kot çka s'më fal? Se, e vërteta e që, po nuk ka qenë qëka është vështirë çështja e presidentit, për para. Pse tash është qëka është problematikë? E para nuk ka qenë vështirë, për shkak se kanë qenë dy faktorë në pyetje. E para se proceset politike në Kosovë kanë qenë të mbikëqyrura edhe të menaxhuara pothuajse në baza ditore nga faktorë ndërkombëtar, me radhë e parë nga ambasada amerikane. Të vetëm në rast ku na kemi pas një president thojza konsensual, ka qenë një president i imponuar nga ambasada amerikane. Atifete Jahjava. Pra, tash na kemi ardhur në situatë kur ky model i zgjedhjes së presidentit si pjesë e marrëveshjes së përgjithshme të formimit të qeverisë nuk ekziston. E përmendi Albatrosi, LDK-ja po shkon në dialog me Kurtin pikërisht të ju referuar këtij modeli klasik. Ta zgjedhin presidentin, na presidentin, disa ministri e kështu me radhë, pra kjo në kupton se duhet të ribëhet qeveria. Diçka që Kurti nuk besoj se mundet me e ribë. Kur është pyetja, atë çush më marr votat e LDK-s Kurti kur nuk ofron kurrë për LDK. Te presidenti konsensual. Na nuk mundemi me pas një president konsensual përderisa modeli me cilin na zgjedhim presidentin është ai i cili ka qenë. Këtu në këtë vend presidenti konceptohet si pjesë e një koalicioni qeverisës. Ai koalicion qeverisës nuk ekziston. Dhe si rezultat ne do të përpelitemi edhe sa kanë mbetur 3 javë, derisa të vjen momenti kur ushtruesja e detyrës së presidentit duhet të dalë që na po shkojmë në zgjedhje. Çka po shoh me këto takime që kanë filluar, vetëm një replikë e takimeve që patën zhvilluar para gjatë janarit apo kur të shkurtit. Pra nuk ka kur gjë serioze, është vetëm konsumim i një afati të cilin ua ka dhënë gjykata kushtetuese, dhe unë besoj se ne do të shkojmë në zgjedhje. Shiko, pasi mbaruan zgjedhjet, domethënë më një herë pas vitit të ri, Albin Kurti ka pas një shans ideale në kuptimin e timingut kohës, që mbase shumë ma lehtë e kishte zgjedhur këtë çështje e presidentit. Sa po mbaruan zgjedhjet, ta fituan 51%, opozita doli shumë keq, nuk ishte kurfar disponimi as me mendu për zgjedhje të reja, por ai ka humbat moment dhe tash është krijuar një distancë nga mbajtja e zgjedhjeve. Dhe nëse ne i projektojmë zgjedhjet e reja diku ka qershori, tash secili e sheh se kanë kaluar 6 muaj nga zgjedhjet e fundit, dhe pse mos shkojmë në zgjedhje. Kështu që unë mendoj se as PDK-ja nuk do të jetë e gatshme të bëhet pjesë. Nuk janë traumën e 28 vjetorit, ma e kanë të i kaluar, atë cikletin që e kanë posë. Edhe LDK-ja për 2 arsye, para se po kërkon diçka që Kurti nuk mundet me bë, do thot me prish qeverinë ekzistuese, me rivot qeverinë, edhe me avon pozicione që LDK-ja me siguri financa e diçka të rëndësishme, se nuk shkon aty me kërku Ministrinë e Administratës Publike e presidentit. Pra diçka që për mendimin tim nuk bëhet. Edhe arsyeja tjetër është se LDK-ja që është potencial Kurti nuk i ka votat e mjaftueshme edhe të sigurt. Që përmendë sot edhe Kurti ta nuk guxojmë me shkuën. Kështu që për mendimin tim ne do të përpelitemi edhe ca ditë do ta konsumojmë këtë fakt dhe me hapa të sigurt drejt zgjedhjeve. Drejt zgjedhjeve të reja. Ilira, ka një formë tjetër që
për me mos më shku në zgjedhje, apo pa tjetër... Jo, në zgjedhje du të më shku gjësysh. Pse? Nuk bën as me lyp solucion për mos më shku në zgjedhje. A duhet të shkojmë? A do të shkojmë? Duhet të shkojmë pa tjetër. Pse? Ja, prish 51% vetëvendosës. Jo, nuk është pika çështja nuk është çështja po partitë opozitare kur shkojnë me u taku për shembull me Albin Kurtin, ato duhet më jashtruan një pyetje vetë kur shkojnë me u taku për çështjet e presidentit. Çka ju duhet posti i presidentit? Bashkurgjoni që tash, në çet moment bashkurgjoni që duhet. Ajo posti i presidentit sot është vetëm dekor. Domethënë vetëvendosja, Albin Kurti nuk ka lënë institucion pa kap. Domethënë me FSK, me polici, me AKI, me agjencione të pavarura, more edhe ujësillcat rajonali ka kap me borde me krejt. Kështu që presidenti kushdo që zgjidhet, domethënë ka me kon komplet i bllokum, komplet durët e lidhura ka me pas. Ai mundet diçka me zhagit, një emrim, mos me nënshkruan një ligj, një diçka. Mirë po, komi qenë vetëm post ceremonial. Kur gjë tjetër. Kështu që partitë opozitare, kur shkojnë me bisedu, kur shkojnë me provu, me u marrë vesh për çështjet e presidentit, që të pyetje duhet me jashtru vetes, çka po na duhet. Nuk une mendimi jam është që në çet situatë që është kriju, që e ka kap shtetin Albin Kurti komplet, nuk ju duhet bashkurgjohej çaj. Veç komi qenë mashtrim për ta, një karot koti, me cilin kanë me u mashtru disa ditë, edhe kanë me po që, do të thotë, kanë me u detyru me mbet 5 vitet e ardhshme nën pushtetin e Albin Kurti. Qa do është në bobet vendosja? Kështu që duhet me refuzu edhe me qu vendin në zgjedhje. Për shkak se, pse duhet me qu vendin në zgjedhje? Se që kjo kopja që e ka bo Albin Kurti shtetit komplet. Se qkopin zgjedhjet shtetit. E qkopin, kur i të më prit. Si e qkopin, hajtë. Jo, që po të regën njerë, pëse duhet me shku në zgjedhje? Jo, kuptu ma se po, si e qkopin. Partitë opozitare, mas pari, e përbëjnë gjysën e popullsisë shqiptare të këtij vendi. Me votë. Edhe kanë një qytetar, kur e voton një parti politike, ai pret edhe shërbime për ti, pret punë me i kryej. Ata kanë obligim ndaj votuzve të vetë. Edhe Albin Kurti, që po bën, e ka kap shtetin komplet, edhe gjysën e popullit shqiptar të Kosovës, po e përjashton. Prej policisë, prej AKI-së, prej gjyqësisë, prej ku po mundet, edhe prej ujësillsave rajonal, që tash më herët, po e i largon, po e mush me militantat vetë, do të thotë, po e bën një farë segregacioni.